Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Falëndrimi dhe lavdërimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberit më të dashurit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e tina deri në ditën e gjykimit. Allahu na bëf prej tyre. Jemi në vazhdim të shpjegimit të librit Hadithet e nxjerra prej Sahih Buhariut edhe Muslimit rreth çështjes së Dëxhallit edhe qartësimi i tyre me hartat bashkohore. Të shtunë me radhë kemi arritur sot te kapitulli i fundit, që është edhe dersi i fundit prej kësaj libre, Fitnetul Mesihit Dajjal, cilat janë fitnet të cilat sprovat zametin të cilën ka me shkaktue vetë Dëxhalli te banorët e tokës. Padyshim se Allahu subhanahu wa taala Dëxhallin e ka bue sprovë për sprovave të ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sprovë me të cilën Allahu subhanahu wa taala ka më sprovue robërit e tij të dashur, sepse tha Allahu në Kur'an, me të vërtetë Allahu subhanahu wa taala është me ata të cilët bujnë durim. Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu çdo herë i sprovon vetëm robërit e tij të cilët i don ata, për disa arsye, me i pastru ata, apo me i ngrit ata në iman, apo me e forcue imanin e tyre. Në fund të fundit, nëse na shikojmë hadithin, e shohim se prej secilës provë vetëm besimtari çdo herë është fitimtar prej sajna. Andaj, bima yakhluqu ma'ahu min khawarik mushahadati fi zamanihi, Allahu subhanahu wa taala ka me pru Dëxhallin në kohën e fundit të ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej fitneve tina, apo prej shenjave tina të cilat na ka tregu vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë ma'ahu nahrani yajriyan, se me Dëxhallin janë dy lumenj, të cilët rrjedhin prej durve tina, dalin prej durve tina. Për lëzër, mos ta paramenojnë një njeri të rëndom që ta është na. Po i na të folëm për një fitne, prej fitneve të mëdha të ummetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Na të folëm për një shenjë për shenjave të mëdha të kiametit, që ka me dalën Dëxhalli para se me ardhen fundi i kësaj dynjaje. Allahu na dhash përfundim të mirë. Ahaduhuma yarahu an-nadiru ma'an abyad, që njëna prej tyre, prej dozë njëri prej lumenjve do të del lum i mirë, lum i ëmbël, lum i bardhë, që kanë me pa të gjithë njerëzit ato. E prej dorës tjetër del lum i mjelmët, jo i mirë i ethët, të cilën prapë e shohin të gjithë njerëzit. Tash para neje vjen Dëxhalli para neve, edhe vazhdon me të qitën lumenj prej durve tina, edhe me kallëzue se kush është ai, edhe mos me e pa, edhe me pasën besimtar me qenë shumë besimtar i fort, me pas shumë iman të fort, që mos me i lëkundër imani atina. Edhe mos me vazhduaj me dyshue në çështën tina, apo në imanin tina. Allahu na ruaj prej fitnës tina. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith sahih se la ana a'lamu bima ma'a ad-dajjal minhum, unë e di se me Dëxhallin kanë me qenën ma'ahu nahrani yajriyan, kanë me qenë dy prej lumenjve të cilët kanë me rrjedhën prej durve tina. Kjo është e para fitne të cilën e ka Dëxhalli edhe ka me e pasur te njerëzit. E para shenjë të cilën Dëxhalli ka me u vrejtën te njerëzit, edhe do ta dinë besimtarët e vërtetë, do ta dinë se me të vërtetë kjo është Dëxhalli. Pse kanë me ditë se kjo është me të vërtetë Dëxhalli? Se kena përmend hadithin se deri momenti kur del Dëxhalli i vërtetë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para tina kanë me qenë 30 Dëxhall, kanë me qenë rreth 30 Dëxhalla të rrejshëm, që kanë me dalën rreth 30 Dëxhalla të rrejshëm derisa të vjen ai i vërtetë, derisa t'i jep Allahu subhanahu wa taala leje për me dalën atina. Ajo që kena përmend se në hartat e kaluara të cilat kena pa se ka me dalë prej Khurasanit, prej një vendi i quajtur Asfahan, pastaj momenti që del kanë me pasue 70.000 prej jahudive, pastaj 70.000 prej popujve të mongolëve atje, pastaj do ta pasojnë njerëz prej vet Khurasanit apo prej Iranit të sotëm, pastaj do të ketë njerëz që do ta pasojnë Dëxhallin, kur ftojna do ta pasojnë, ata do të jenë ushtar tina, edhe do t'i ndihmojnë. Nëna duke folur për fitnën e Dëxhallit, po ai nuk do të jetë vetëm. Ai me të vërtetë që fitnia tina është e madhe, por se në tokë nuk ka me lëvizën vetëm. Ka me pasën pasues edhe ka me pas ushtri me të cilën ka me bua shkatrime në tokë. 70.000 prej jahudive, 70.000 prej mongolëve atje, pastaj prej banorëve të Iranit, pastaj prej popullit të turqve,
pastaj do të ketë edhe pej arabëve, ashtu që ka përmend vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj në secilin vend që do shkon do të ketë pej njerëzve të cilët do ta pasojnë atë, edhe do t'ia besojnë atina ilahiyetin apo hynien me të cilën ai do të thirret, Allahu na ruaj prej fitnës tina. E dyta është amrahu samawan tumtir. Do ta urdhon qiellin që me lëshu e shi. Edhe kjo është prej sprovave më të rënda. Do sprova më e rënda është që do ta urdhon qiellin për me lëshu e shi. Dikush mund të më pyetën, a nuk është krejt kjo në dorën e Allahut subhanahu wa taala? A nuk është çështja e shiut në dorën e Allahut, çish po më ka dëgjalli me lëshu shiun? Është fitnë, është sprovë, të cilën Allahu ja bën të mundur dëgjallit për me i sprovue besimtar. Sprovat të cilat na i kena gjatë jetës janë, me thonën, në nxerrë në krahasim me sprovën e dëgjallit, fitnën e dëgjallit. Pse vjen kjo? Vjen me qëllimin që e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me i forcue besimtarët, edhe me i dallu ata të cilët e kanë besuar për një me Allahu subhanahu wa taala, edhe e kanë besuar për një me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Imam Muslimi, fa ya'muru as-samaa fatumtir wal ardu fatunbit. Ka me urdhëruar qiellin që me lëshu e shi, edhe tokën që me i nxjerrën bimët e saj. Në kohën e fundit do të ketë thatësi të mëdha. Në kohën e fundit para se me ndodhë kjo do të ketë thatësi të mëdha. Do të ketë humbje të bereqetit, është fjala para se me dalën dëgjalli, edhe para se me zbritën Isa alayhi salam. Ashtu që ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të ketë thatësi të mëdha edhe humbje të bereqetit. Kur vjen dëgjalli, i sheh njerëzit se nuk kanë bereqet prej tokës, nuk po ka toka frutet e veta, nuk po çdo që me miell nuk po mbin ajo. Vazhdojnë me thonë, unë ja që i shivin juve. Edhe lëshon shi, edhe vazhdojnë me dalën frutat prej tokës. Thot, vetëm me kushtin që ju me mbesu mua. Njerëz të cilët kanë hepën, njerëz të cilët kanë pasur atit më, njerëz të cilët kanë kaluar kohë shtira për asaj fatësie. Zemra e lëkundur, imani i dopt, ka me i besuar këtina. Jo me dalë dëgjalli, po ty e tash që të vjen një njeri i rëndëm sikur ti, me dy durë, pa pasën, pa qitën lumej për i durëve tina, pa i pasën që të sheja, 2-3 herë me t'i thonë do lafe për të mashtron. Ullhecat ndryshëm që i kemi, 2-3 herë na japin premtime, prap i zgjidhni si ullheta. E njëjta ndo dhe me dëgjallin kur të vjen. Ka me pasën fitnën edhe më të madhe, ka me pasën shprovë më të madhe. A ka me pas njerëz që kanë me besue? Po ka me pas njerëz që kanë me besue. A ka me pas njerëz që kanë me pasu ato? Po vallahi ka me pas njerëz që kanë me pasu ato. Pse? Na ka premtuar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe vjen te njerëzit të cilët toka aty në është e thotë. Nuk kanë bie kur gjë. Në shtëpiat e tyre janë zbrasta, nuk ka kur gjë pe punës tokës apo asaj që kanë miell ata. Edhe i thotë, nëse mbesoni ju mua, ma jepni besën mua, edhe keni më pasu, edhe më ndihmon këtë rrugë, unë urdhëj qiellin që me lëshue shite ju, edhe toka për me mbije. Edhe ata ja japin besën. Edhe e dëshmojnë se ai për një me është Zoti i tyre. Edhe dëshmojnë se për një me ai do të më pasue, edhe vazhdon shiu me lëshue shi, vazhdon qielli me lëshue shiun, edhe toka me i qitën bimët e veta, edhe për ata njerëz të cilën e pasojnë, ka me pasën jetë mirë, ka me pasën bereqet mirë. Pse? Është kohë e shkurtër ajo, është e përkohshme ajo të cilën kanë me pas ata të dëgjallit. Pastaj alladhina la yastajibuna lahu, ata të cilët nuk do t'i përgjigjen dëgjallit. Ata të cilët nuk do ta pasojnë atë. Wa yurduna alayhi amra. Edhe ata me të cilën ai thirr, këta ja kthejnë tamas. Ai thirr për mi besue, këta ja kthejnë fjalën tamas. Inna nashhadullah. Ne dëshmojmë se vetëm Allahu subhanahu wa taala. Inna na'minu billah. Ne besojmë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Tusibuhum as-sana. As-sana i thojnë vitit. Edhe am i thojnë vitit. Në të dyjat i thojnë vit arabisht. Po sana në gjuhën arabe ka ardhur viti i cili është i shtirë. Viti i cili ka sprova. Am ka ardhur viti i cili është i bereqetshëm. Nëse nalmit edhe shikojna surën ku Allahu subhanahu wa taala e tregon sprovën apo e tregon gjendjen te Yusufi alayhis salam ku mbreti e shef një ëndër që 7 lop, me ato 7 lopë e njëjta, pastaj 7 lopë të thata, kur e komenton Yusufi alayhis salam ëndrën, thotë se 7 vite kanë me qenën të rënda të thata, pastaj do të vinë 7 vite me bereqet shumë. Edhe shohim fjalët e të 7 vite të thata, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an në ajet e ka përmendur fjalën sene, seba sinin, që kanë me qenë 7 vite të thata. Sene është vit i rënd. Pastaj seba awam, pastaj në 7 vitet ku e ka përmendur Allahu am,
është hadith e bereqetshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tusibuhum as-sana, ka me i goditën ata fatkeqësia e madhe, ka me i goditën ata sprova e madhe, wal jadbu wal qahtu wal kild, edhe kanë me pasën shterje të madhe, kanë me pasën jetë të rëndë. Sahabët e kanë pyet, ja Rasulullah, po kur të na godet neve që ajo thatësia e madhe, ata të cilët nuk i përgjigjen dëgjallit, kanë me pasën që jetën e shtirë, që kanë me ne gjallë ata. Nëse toka s'ka kur gjë për me marrë për me hungur, bereqet nuk ka, thatësi tjetër, ujë jo, kur gjë jo, që kanë me nejtë gjallë ata, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë ditë ushqimi i tyre do të jetë dhikri të cilin e bojnë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe me këtë na e nxjerrmi dobijen tjetër për këtij hadithi se dhikri të cilin na e bojna na man neve gjallë. Ushqimi të cilin e hajna është ushqim të cilin e man trupin fizikun gjallë, por se kjo nuk është kur gjallë. Trupi fiziku tek e fundit është vetëm një forcë të cilin ka jep pyetje për me punue. Ajo që është e rëndësishme është me të metën zemra e gjallë. Çka e mon zemrën gjallë? E mon dhikri të cilin e bojna për Allahun subhanahu wa taala, edhe fjala e Allahut të cilin na lexojnë çdo ditë pe Kur'anit tina. Thumma ya'ti al-qawma fayaduhum fayurudduna alayhi al-qawl, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj vjen te një popull, vjen te disa njerëz i thirr ata, ju bën thirrje aty që mi besu dëgjallit, ata ja kthejnë fjalën atina, fa yansarifu anhum, pastaj i vazhdon edhe ik prej tyre, masi që të largohet dëgjalli prej këtyre njerëzve, ata i kapën që kjo vështirësia të cilën kanë me përjetuar. Derisa, e kena përmend dersën e kaluar se dëgjalli do të jetë vetëm 40 ditë në tokë. Ato 40 ditë për besimtarin është as provë e madhe, por se mas kësajna është përgëzimi i madh të cilin kanë me pasën te Allahu subhanahu wa taala. Tjetra fitne, masi që vjen fatësia dhe masi vjen kjo, është që krejta të mirat, fesaret, të cilat i ka e toka, rezervat e tokës, do t'i ketë dëgjalli në udhëhecin e tina. Dhe dikush më thonë, po hajtë se na Arabt atje e kanë naftën, i kanë ato edhe mesin gjallë në ata. Krejta fesaret, të cilat janë pasurit nën toksore, të cilat i ka toka, atë ditë do t'i ketë dëgjalli në udhëhecin e tina. Yuhyi ar-rajul al-mayyit alladhi yaqtuluhu. Pastaj vjen sprova tjetër e cila është edhe më e rëndë se ajo të cilën e lën bas. I njeri të cilin e mbyt vazhdon me e ngjallën prapë. E thirr dikon për me i besu atina. Ai nuk i beson. Pastaj e don ato për gjys. Edhe pastaj e ringjall apet. E kthen apet aty. Ai thot, a ki më besue? Ai vazhdon edhe qeshet. Kur vazhdon ky edhe qeshet, dëgjalli kjo është goditja më e madhe të cilën e merr tek këtij besimtari. Thot pejgamberi selam, atë ditë ju duni me i përngjasue imanit të qetina djalit të ri. Cilit iman që edhe kur e sprovon dëgjallit, kur e godet këto, prap ai kthehet te besimi në Allahun subhanahu wa taala. Vjen te njerëz të cilët thot, a ki më besu mua, thot njerin të cilin e ke dashur më shumti e bie këto. Ka vdekën baba, ka vdekën nona, ka vdekën djali, ka vdekë dikush i afërt i familjes, vjen një gjin në formën e atina. Formën e atina dhe vjen para teje. Edhe ti i beson syve të thu që e pruni, që baba, që nona, që djali, që kë. Edhe kjo vazhdu me i besu edhe. Kjo është provë, kjo fitnë e madhe. Prandaj pejgamberi sallallahu disa herë e ka bu me dije që çdo pejgamber të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka dërguar te populli i vet vetëm se e ka paralajmëruar popullin e tina për fitnën e dëgjallit. Edhe kjo e bën edhe më madhështore, edhe më të madhe çështjen që na si ummet i pejgamberit duhet me mësue çështjen e tina. Edhe duhet me mësue edhe me forcue veten tonë me iman edhe me besim në Allahun subhanahu wa taala. Thot Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft. Yadhharu awwalan fi surati Malikin min al-muluk. Vjen mas pari dëgjalli ditat e para kur del ai, e thirr veten si mbret pe mbretërve. Pastaj kur janë nis me marrën pushtet, janë nisin me pasue njerëz ato me avon besën atina, vazhdon ai edhe me thirrën veten e tina në pejgamberi. Se ai është i dërguar i Allahut. Allah na lutesojna. Kur janë nis me pa edhe më shumë njerëz që po pasojnë, po i besojnë, mas kësajna, mas pejgamberisë, thot po unë jam Zoti ju. O thot unë jam Zoti ju. Edhe janë nisë njerëz hala më shumë e besuar. Derisa ta përfshin ai komplet tokën në natyre 40 ditëve. Edhe wa yurdu alayhi min hadahu Allah min ibadi salihin. Edhe ati kanë mja kthye fjalën vetëm ata të cilët
Allahu subhanahu taala i ka udhëzuar edhe janë për robërit e tina salihin e për në pejgamberin dhe për në mëngëtiri. Të sinqert, robërt Allahut janë atë gjithë. Edhe ata të cilët i besojnë, edhe ata të cilët nuk i besojnë. Këtë janë robërt Allahut. Kurse min ibadihi salihin, ata të cilët janë të sinqert. Çka janë të sinqert? Në besimin e Allahut edhe në pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'a dajjal idha kharaja ma'an wa nar. Me dajjalin do të del ujë edhe zjarr, ujë i omël edhe ujë i gjelbë, zjarr të cilin do të jetë për njerëzit. Fa amma allati yara an-nasu annaha an-nar, ata të cilën njerëzit e shohin se është zjarr edhe është ai ujë i gjelbë, dini se që ajo është e mirë, të cilën ju duni me shku e ka që ajo. Fa amma alladhi yara an-nasu annahu ma'an baridun fa naru yuhri. Ata të cilën e shohin se është ujë i ftohtë, është ujë i omël, që ajo është ajo fitnja të cilën njerëzit mashtrohen. I beson syve. Që ki zjarmi, që ki jamri, që ki i ftofti, që ki i nxehti. Po shkoj ka që ki i ftofti. Po pejgamberi sallam, ata të cilën njerëzit e shohin si të ftoftë, që ajo është ajo që i bie këta. Ata të cilën ti e sheh me sytë e tu, si zjarr është ajo të cilën është shpëtim për njerëz, Allahu na ruaj prej fitnës tina. Faman adraka minkum falyaqa fi alladhi yara annaha an-nar. Edhe kush pe juve e mrrin këtë kohë. Kush pe juve e mrrin këtë kohë, atëherë le të vazhdon, le të shkon dhe le ta kundërshton anën tjetër tina. Sa herë të jetë në të kundërtën e asajna se çka thret Dajjalli, Allahu na ruaj prej fitnës tina. Cila është urtësia të cilën na duhet me mësue prej fitnës të Dajjallit? Ose pse kena nevojë na me mësue Dajjallin që tash? Pse kena nevojë na me përmendur thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dajjalli nuk ka me dalën derisa Dajjalli do del atë ditë përderisa imamat të harrojnë me përmend fitnën e tina. Kur harrohet çështja e tina në mesin e njerëzve, çfarë del ai? Për atë, çdo herë njëri prej neve duhet non stop me përkujtu veten, me përkujtu familjen, me përkujtu gjithë shoqërinë për çështjen edhe rrezikun e fitnës së Dajjallit. Ya'murullahu bi khuruji Mesihid Dajjal fi akhir zaman. Allahu subhanahu wa taala i jep leje për me dalën Dajjallit në kohën e fundit. Imtihanan lil ibad. Test për robërit e tina. Është test për robërit sepse mas Dajjallit vjen Isa alayhis salam. Zbret Isa alayhis salam. Edhe do të jenë vite të bereqetit, janë vite të rahmetit, janë vite të mëshirës. Porse për me kaluar të këto, do të me aspari me kaluar këtë testin të cilin Allahu e dërgon të umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Ibn Kathiri, wa qad khalaqa Allahu ala yadayhi khawariqun kathira. Allahu subhanahu wa taala ka mundsuar atina që me durët e tina me pasur shkatrime dhe me bëu shkatrime të mëdha në tokë. Thotë Ibn Mughira, asnjë prej njerëzve, asnjë prej sahabëve nuk e ka pyetur pejgamberin sa më shumë se sa që unë e kam pyetur ato për çështjen e Dajjallit. Edhe ka pyetur sa Ibn Mughira. Po çka po të intereson rreth tina? Po du me di rreth çështjes tina se çka ka me bëu ai. Na hujibal khabri min Allah se a ka me pasën prej sajna për mirësive apo çela sprova e saktë që ka me pasur Dajjallin tu. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është edhe më shumë se sa që ti mundesh me mendu. Është edhe më e rëndë se sa që ti mundesh me mendu. Na kur folmi nganjëherë për Dajjallin, na duhet se ne tu tregoni tregim që s'ka ndodhur kurrë ose s'ka më ndodhur kurrë. Ne do të rregull vëllazër hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Janë hadithe të sakta. Janë çështje të sakta të cilat na ka lajmëruar vetëm edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Qadi Iyadi se anahu laysa shay'un min dhalika ma'lum. Nuk ka diçka të cilën ti mundesh me paramenuar që ta se ka më konë me Dajjallin. Por se ajo të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka pruar prej tina është me isprovuar besimtarët edhe me ja testuar imanin e tyre. Sa jeti për një besimtar i Allahu subhanahu wa taala. Na sot mashtrohemi letë. Neve sot imani na lun letë. Një rritje e çmimit atje, me ne ka janismi me ututën për rrezikun. Kjo është imani jonë. Një luftë kritikon na ka me ne janismi me këshirën çish mu sigurua se po vjen te na. Çeto janë çështjet me të cilat na përballemi. Ajo për të na përfitimin e pejgamberit është me i folën më shumë gjyksit, me i folën më shumë zemrës, me forcuar më shumë zemrën në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në disa ajete e ka garantuar rrezikin për tyje, se rreziki është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Veç me një ajet në Kur'an, 6200 ajete. Veç me një ajet në Kur'an. Vjen se shejtani e frikson robin për rrezik, na këtë këto i lojna çatu tutni. Te çaj ajet tutni. Do sa al-arzaq bi yadillah, pa dyshim se rreziki është në dorën e Allahut subhanahu wa taala.
Ata të cilët do ta pasojnë dëgjallin. Cila është dispozita e tyre, se dikush mundet më mashtrua. Dikush mundet më bëhet, që mund të thonë, po është dhunë, edhe nëse e pasoj arsyeton atë Allah se e kom pas për dhunë, se kom pas për kohë shtirë. Cila është dispozita tash që e marrin këta njerëz. Fitnetul Mesih Dajjal adhime, fala yajuzu ittiba'u ahadun bi badani. Thotë ja selam se çështja e Dajjal është çështja e madhe, që ka me ardhur te njerëzit e umetit tim. Por se nuk I lejohet askujt nga prej njerëzve që me e pasu ata. Çështja ku njeri mundet me bue nga një herë kufër, po thonë ashtu, kushtimisht, mundet me bue ndonjë vepër ose ndonjë fjalë, mundet me ndonë nga një për dhunës tepër që e ka, ose për një imponimi tepër që e ka edhe këtu arsyetu. Folen ma shumë gjyksit, me I folen ma shumë zemrës, me forcue ma shumë zemrën në bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në disa ajete e ka garantuar rrezikun për tyje, se rreziki është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Veç me një ajet në Kur'an, 6200 ajete, veç me një ajet në Kur'an, vjen se shejtani e frikson robin për rrezik, na këtë këto I lojna çatu tutni. Te çaj ajet tutni. Do tha al-arzaq bi yadillah, pa dyshim se rreziki është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Ata të cilët do ta pasojnë dëgjallin. Cila është dispozita e tyre, se dikush mundet më mashtrua. Dikush mundet me bëhet, që mund të thonë, po është dhunë, edhe nëse e pasoj arsyeton atë Allah se e kom pas për dhunë, se kom pas për kohë shtirë. Cila është dispozita tash që e marrin këta njerëz. Fitnetul Mesih Dajjal adhime, fala yajuzu ittiba'u ahadun bi badani. Thotë ja selam se çështja e Dajjal është çështja e madhe, që ka me ardhur te njerëzit e umetit tim. Por se nuk I lejohet askujt nga prej njerëzve që me e pasu ata. Çështja ku njeri mundet me bue nga një herë kufër, po thonë ashtu, kushtimisht, mundet me bëu ndonjë vepër ose ndonjë fjalë, mundet me ndonë nga një për dhunës tepër që e ka, ose për një imponimi tepër që e ka edhe këtu arsyetohet. Te çështja e dëgjallit, në ka arsyetim për njerëzit, të cilët e pasojnë ata. A është I dopt apo nuk është I dopt? A e ka ditë apo nuk e ka ditë? Këtu nuk ka arsyetim. Pse? Se kjo çështje është bë me dije. Kjo çështje është bë me dijen e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë çështje nuk ka arsyetim për askën prej njerëzve me thonë, po u mashtru te Allahu e ka pozitën e ja. Çështja e dëgjallit flitet për ta, tregon hadithe për ta. Edhe Allahu na ruaj prej fitnës tina. Thot el-Mudhhiriu, Allahu mëshiroft, se ma bejna khalqi Adam, çka ka kriju Allahu subhanahu wa taala, pej Ademit alayhis salam ila qiyamis sa'a, deri në ditën e gjykimit nuk ka çështje edhe nuk ka fitnë më të madhe se fitnja edhe çështja e dëgjallit. Ai li adhime fitnetihi wa fadhili beliyetihi. Për shkak fitnës edhe belajës të madhe edhe zametit të madh të cilin do ta krijon, do ta bënaj para njerëzve, para robërve të Allahut subhanahu wa taala. Wa laysa al-baliyatu wa fitnatuhu wa khawfun an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është çështja e tina për cilën na ka treguar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por se ka dashur me na mësua neve se çështja e imanit edhe besimin në Allahun subhanahu wa taala nuk duhet më u forcua shumë, saqë nesër kur ti përballesh edhe me fitnë të tjera para se me dalën dëgjalli, më I bu balla sajna. Me përballue ata. Me përballue Allahu thotë në Kur'an se Allahu askën nuk e ngarkon për te mundësive tina. Tashti mundet me bëu dikush pyetjen, pa ka thënë Allahu që ta jetë në Kur'an. Allahu kërkon nuk e ngarkon për te mundësive tina. Pse pas ka më kënd dëgjallit që ka fitnë e madhe, kur na ndoshta nuk kena me pas mundësi me përballua tina. Por çata pejgamberi sa na tregon neve që duhet me forcoj imanin. Kur ta forcosh ti imanin tënd, që imani jot ka me I përballu çasaj. Duaja të cilën ti e bën tash në rahati është armë forte të cilën ti e merr që kur të vjen vështirësia me e pasën ti armën tonë mbrojtëse. Ama na në rahati e harrojnë Allahun. Pastaj kur vjen vështirësitë, na kapin sprovat që atëherë edhe ma hiç nuk na bjen mend. Thotë Bërderda, Allahu qoftë I kënaqur prej tina, se udhkurullaha fi rraha. Kujtojeni Allahun subhanahu wa taala në ditët e rahatijës. Që Allahu subhanahu wa taala ju përgjigjet juve në ditët kur ju I keni vështirësitë apo kur I keni fitnet apo sprovat e mëdha. Faman taba saraf Allahu qalbuhu. Kush e pason dëgjallin vetëm se Allahu subhanahu wa taala ja largon zemrën tina. Edhe evolos zemrën tina. Wa lam yaqbal minhu imanan qalbihi. Edhe zemrën tina mas asajna, mas fitnë dëgjall, mo nuk e pranon imani. Zemrën tina mo nuk hen imani. Ai cili ka qenë pasuesi I dëgjallit,
mas asaj fitne, ma nuk ka pendim për ta. Nuk pranohet më pendimi i tina. Në zemrën e tina më nuk hyni më, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fa andhara an-nabi qawmehu wa khafa alayhim fitnatu lidhalik. Prandaj për këtë çështje pejgamberi alayhi salam e ka lajmërue umetin e tina edhe është friksue për një fitnë të madhe si kjo, Allahu na ruaj prej saj. Fa kadhalika man ittaba ad-dajjal takiyatan ragbatan, edhe ai i cili vazhdon me pasur dajjalin, sarafa Allahu qulubahum anil iman bihi fa yakfuru. Ata të cilët shkojnë mas dëgjallit, ja japin besën atina, ja besojnë hynin atina, ju volosët zemra këtyre njerëzve, edhe largohet, nuk ka të bëjë më zemra atyre me çështje të imanit apo me çështjen e besimit në Allah subhanahu wa taala. Kush janë njerëzit që mas shumti kanë me i bue ball fitnës të dëgjallit? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët kanë me i përballuar kësaj fitne, të parë janë robërit e tina të sinqertë. Min ibadihi salihin, ata të cilët e kanë besuar për një me Allahun subhanahu wa taala. Kush janë ata të cilët kanë besuar për një me Allahun subhanahu wa taala? Në disa ajete Allahu e ka përshkruar kush janë robët e sinqertë. Në disa ajete Allahu subhanahu wa taala e ka treguar cilësitë e robëve të tina të sinqertë. E para, kur lexohen ajetet e Kuranit, ju dridhen zemrat. Kur lexohet Kurani, me të lidhur zemrat ty e prej leximit të Kuranit. Kur ta falin namazin, e ndjejnë ëmbëlsinë e namazit. Kur ta falin namazin, e falin sikur se me konën namazi i tyne i fundit. Na, bismillah, Allahu akbar, 2 rekate, 2 minuta. As se din kur e kon kom, as se din kur e kon ruku, as se din kur e kon sejdë. Allahu Kur'an kad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Cilë besimtar? Ata të cilët e falin namazin me përkushtim, me qenë të përkushtuar në namaz, jo me qenë për atyre feveilul musallin, me qenë për atyre të janë të mirë që falen, alladhina ma salatin sahun, për atyre të cilët nuk kanë kujdes ndaj namazit të tyre. Tjetra, kur vazhdon me u folën diku për Allahu subhanahu wa taala, vazhdon me unije turpnu para hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra cilësi e besimtarëve të cilët kanë me i bue ball fitnës së dëgjallit janë ata të cilët ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, urdhnojnë për të mirë edhe ndalojnë nga e keqja. Nuk është fjala me urdhnu për mirë ndalojnë nga e keqja ti me fol veç për fe. Veç për fe, ja. Mundesh me urdhnu për të mirë në secilën pikë, në secilën sferë të jetës tonë. Çka bëra na? A besoj ka jetën e veç kam ju përziu natina. Jo dush me përzije. Nuk ka nevojë të më imponu atina, po ti mjafton një fjalë ja thon, çka kjo të bu nuk është në rregull. E heke obligimin ti. Kjo çka do të më bëj, që kjo është e mirë për me veprue. E heke obligimin ti. Po vjen koha namazit, çu falë namazin, ezani. E heke obligimin ti, nuk po thonë ana që më shkuti me me ngrej zhak me punë xhami. Mja kujtue që është namazi obligim. Ti ke heke obligimin, ke hyen këtë pikë. Çto janë cilësitë e besimtarit të sinqert. Pastaj e përmend tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët kanë me i bue ballë fitnës së dëgjallit, ata të cilët i mësojnë edhe 10 ajetet e para të surës El-Kahf. 10 ajetet e para të surës El-Kahf, me marrë me i shkru, jam pak të gjysë faqe. Me i marrë me i mësu, përmenç, edhe me lexue rreth komentimit tyre ajeteve. Janë shkak që me i bue ballë dhe me i përballuar fitnës së dëgjallit, Allahu na bëf prej tyre. Pastaj, pejgamberi alayhis salam e ka përmend një fes prej fiseve arabe, të cilët janë njerëzit më të ashpër ndaj dëgjallit. Hum ashaddu ummati ala ad-dajjal, ata janë më të ashpër ndaj dëgjallit, wa hum banu Tamim. Janë fisi i Tamimit në Arabi atje. Që janë për njerëzve që në histori të pejgamberit sa kur përshit hedhje sadakat, ata shpesh herë kanë quë edhe sadak, kanë quë për të mirave, kanë dhënë pasuritë tyre në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kanë vazhduar me dëshmu këtë çështje edhe mas vdekjes së sallallahu alaihi wasallam, duke qenë prej fiktit që më shumti kanë ndihmuar për Islamin dhe kanë qenë mbrojtës të akidës apo të menhexhit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sabiyatu minhum inda Aisha, dhe një herë kanë ndodhur një çështje edhe në kohën e Aishës radhiyallahu anha. Fa qala atikiya fa innaha min walad Ismail, edhe me liruat rëbneshën. Me liruat rëbneshën sepse ajo është prej njerëzve prej pejarë të Ismailit apo të Benu Temimit.
Kale ibn Hubejra, fa hadha yadullu ala shaja'atihim. Kjo çështje të cilën pejgamberi ka përmend na tregon neve për çështjen e trimijës tyre se sa trima edhe sa të ashpër do të jenë ata kundër Banu Tamim wa thabat imani fi akhir zaman, për Banu Tamimin edhe çështjen e imanit fort në kohën e fundit para se me ardhmën e Dejjallit. Pastaj vazhdon pejgamberi sa më përmend çështjet apo pikat se çysh robi duhet me shpëtuar kësaj fitne. Atamassuk bil Islam. Në u kapën fort për litarin e Allahut subhanahu wa ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Edhe kapuni të gjithë ju për litarin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këtë ju, jami'an thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa la tafarraqu, edhe mos u përshani. Pse mos u përshani? Në kohën e fundit e kena përmend hadithe të mëhershme që Dejjalli del bashkë atëherë kur fitnet shtohen më shumë. Kur njerëzit vazhdojnë me u përshon me njëri tjetrin. Me një saf në shtafalën, 10 veta janë, 11 grupe janë. 10 veta në saf, 11 grupe bëhen, secili grupin e vet, secili akuzë ndaj tjetrit, secili duke e nënçmuar tjetrin, duke e shohur tjetrin, duke kthyer me ulën tjetrin. Këta në shtat thrasin te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo po flasim që duke fillu për njerëzit dijës, për atyre të tëtë ullën këtu, edhe pastaj të njerëzit e thjeshtë, duke vazhduar duke i cilësuar njerëzit me lloj-lloj emra. Kjo nuk është sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë nuk na ka thirrur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë nuk na ka këshilluar neve Allahu subhanahu wa taala. Filani ky s'bën, se këta janë kështu. Pse se ndoshta nuk jep mes, kështu e ka menimin që s'bën me mes çarapave. Me këto s'bën me nej. Për çështje të lehta vazhdojnë me u ndonë grupe. Për çështje të lehta vazhdojnë çështje të fikut që nuk ka nevojë aty për me vazhduar me kundërshtim tjetrin, vazhdojnë me kundërshtuar edhe me bu grupacione. Pastaj njerëzit duke ushtuar përçarja, vazhdon edhe deri te lufta me thirrje Allahu na ruaj prej sajna. Ata'awudhu billahi min fitnati. Pastaj vazhdon pejgamberi përmend se me i kërkuar Allahu subhanahu wa taala mbrojtje prej fitnës tina. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi ha'ula'i da'wat. Pejgamberi sa herë që ka bëu dua e ka lutur Allahun për çdo çështje. Allahumma inni a'udhu bika min fitnati an-nar wa 'adhabi an-nar. Allah, unë kërkoj mbrojtje prej teje prej fitnës së zjarrit edhe dënimit të zjarrit të xhenemit. Wa fitnati al-qabri wa 'adhabi al-qabr. Edhe prej fitnës së varrit edhe prej azabit apo prej dënimit në varr. Wa min sharri fitnati al-ghina. Edhe kërkoj mbrojtje prej sherrit të fitnës së pasunisë, edhe pasunia e madhe shpesh bëhet shkak me të bëhet fitnë edhe me të larguar prej rrugës Allahu subhanahu wa taala. Wa min sharri fitnati al-faqr, po edhe prej fitnës së varfënisë së tepër. Wa a'udhu bika min sharri fitnati al-masih ad-dajjal, edhe kërkoj mbrojtje prej fitnës së Mesihut Dejjallit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krijesa më e dashur prej këtë krijesave të cilat ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. I garantum me xhennet, i garantum që s'bën gabime, i garantum për iman, i garantum për çdo sen. Ka kërkuar mbrojtjen secili namaz me çdo dua. Ka bëu dua që Allahu subhanahu wa taala me rujtën ata prej fitnës së Dejjallit. E ku jemi na? Ku jemi na që duhet edhe më shumë me shtuar këtë dua. Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal, nëse nuk mund të mësoj arabisht, faktën me e bëhesh po Allah kërkoj mbrojtje prej fitnës së Dejjallit, që kaq dina me e thonë, që kaq mundna me e mojtën men. Pastaj hifdhu 10 ayat min awwal surati al-Kahf, të cilën përmendëm se me vazhdu me i lexu edhe me i mësue përmendesh 10 ajetet e para të surës al-Kahf. Men samia bid-Dajjal, kush dëgjon se Dejjalli ka dalë në anën tjetër tokës, le të vazhdon edhe le të ikë, le të largohet prej tina në pjesën e tjetër tokës. Ka al-Mudhiri فإذا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع بعد أمته الدجال, kur pejgamberi e ka vërtetuar dhe ka treguar se disa prej umetit tina kanë me pasuar Dejjallin bil yamin billahi subhanahu wa taala, nëse ai ka dalë në pjesën e djathtë atje në anën e djathtë tokës, ti vazhdo të largohu nga unë amaj që më u larguar prej tina. Deri në dy vende të cilat nuk ka me hyrë Dejjalli që kena përmendur në Mekë edhe në Medinë. Allahu subhanahu wa taala i ka marrë ato në mbrojtjen e tina. Edhe në secilën hyrje të Mekës edhe Medinës, Allahu subhanahu wa taala do t'i lënë nga dy melak që do ta kthejnë Dejjallin pastaj ka Shami, edhe atje ku do ta ketë përfundimin ai. Man adrakahu falyaqra alayhi fawati surat al-Kahf.
E kush emrin Dajjalin edhe përballet me to, le t'i lexon 10 ajetet e para të surës El-Kahf para Dajjalit. Kjo është për me mbrojtën imanin. Kjo është për me trujtën e tina. Nëse na nuk jemi ata të cilët kena me përjetu fitnë e tina, mos smitet e unë, pasërët e unë kanë me konë. Na duhet me qëto sene, me vazhdu me forcu familjen tonë, me tregu fëmijëve tonë, me i mësu ata, me i forcu ata në fejnë Allah s.w.t. Pastaj, kjo shkon pas brezit duke u mësue, edhe duke forcu se cilëve të imanin e vetë. Pastaj vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na treguar edhe për çështje tjera, gairu dajjal ahwafuni aleikum an yakhruju wa ana fikum wa ana hajijuhum dunakum, unë po tutna për juve që ai me dalën me ju mashtru juve përderisa unë jam te ju. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash nuk është fizikisht mesin ton që ajo është argumenti i on, suneti i tij na është. Nëse pejgamberi ka thonë sahabëve se unë frigohem për juve që po del Dajjalli tash, edhe unë jam argument para juve, nëse ai nuk është fizikisht, atëherë suneti i tij na është na. Ka për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdo me mëso, lexoj hadithet e tina. Munohu që s'paku një herë në jetën tënde me praktikuar njënin hadith. Kjo është për atë të cilën tyje e forcon imanin tënd, e forcon zemrën tënde edhe e ngulit në fenë Allah subhanahu wa taala. Thot Ibn Jauziu, Allahu mëshiroft, wa amma takhsisu dhalika bi 10 ayat min awwal al-kahf, çështja sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend edhe ka specifikuar sepse 10 ajetet e para të surës e Kahf yuhawwinu as-sabra ala fitni ad-dajjal, kjo është çështja të cilën e shton durimin edhe e shton sabrin te robi për fitnën së Dajjallit. Wa qala an-Nawawi kila sababu dhalika ma fi awwaliha min al-ajaib wal-ayat, për shkak mrekullisë të cilën e bartin 10 ajetet e para të surës El-Kahf. Cilat mrekulli? Hinë dhe lexoj. Lexoj 10 ajetet e para të surës El-Kahf. Lexoje komentimin e tyre, përkthimin e tyre, edhe e shef mrekullinë të cilën Allahu subhanahu jo vetëm 10 ajetet e para të surës El-Kahf, por në gjithë surën El-Kahf është mrekulli duke treguar Allahu duke treguar provën e banorëve të shpellës atje, edhe çështja se çysh ata i kanë bue ball sistemit të atëhershëm, edhe çysh ata Allahu subhanahu i ka ruajtur në atë shpellë 309 vjet derisa pastaj i kanë ngjallë në gjendjen të cilën kanë qenë ata. Ku ka me qenë përfundimi i Dajjallit? Maqtalu Mesihi Dajjal. Kush ka me vrarë ata? Ku ka me përfundu ai? Ba'de fitneti adhimetin fil ard, pasi që ai ka me bu një rrëmuj të madhe në tokë, pasi që e bën fitnën e madhe në tokë, yanzilu Isa alayhi salam, zbret Isa alayhi salam tokë. Bi Dimashkin inda al-manarat al-bayda, ka me zbrit në Damask te minaret e bardha. Kjo xhami është aty në Damask, minaret e bardha. Fa yaqtulu ad-dajjal, edhe e mbyt Dajjalin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa bainama hum yaiduna lil qital, përderisa ata vazhdojnë me u bë gati për me shkuar në luftë, yusawuna as-sufuf, vazhdojnë edhe i bujnë gati, i drejtojnë safat e tyre, edhe ukimet as-salat, edhe bëhet ikameti për me hyrjen në namaz, fa yanzilu Isa alayhi salam, edhe zbret Isa alayhi salam, fa idha ra'ahu adu Allah dhaba kama yadhubu al-milh, edhe kur e sheh armiki Allahu vazhdojnë me u tretën, njëjtë sikur se çu shtretet krypa në ujë. فلو تركه لأنداب حتى يهلكوا ولكن يقتله الله بيده, يدرسا e myt ata me dorën e tina, فيريهم دمه في حربته, edhe e tregon pastaj gjakën e tina edhe para njerëzve. وقتله بيد عيسى, vrasja e tina, përfundimi i tina do të jetë në duart e Isës alayhis salam, liyazdada iman al-mu'minin bi annahu kana dajjal, që kjo edhe më shumë me ja ushtue imanin besimtarëve se çaj po një ka qenë në Dajjalli. Çështja se Isa alayhis salam e myet Dajjallin, mallkimi Allahu qoftë mbi të, është edhe më shumë ja ushtue besimtarëve imanin se ai ka qenë. Wa yakunu qatluhu fi Filistin bi babi Lud. Vrasja e Dajjallit është në Palestinë, te një vend ku quhet Babu Lud, dera e Ludat, ja tregojnë pastaj edhe me hartë këtu se ku është ky vend. Shemalu vari Beit el-Maqdis, në çështjen veriore pej Mesjid al-Aqsajës. Pej Mesjid al-Aqsajës ka veriju rreth 50 kilometra, është që ky vendi se ku Isa alayhis salam
do ta mbyt dëgjohen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Yaktul ibn Maryam ad-Dajjal bi Babil Lud." Ka me mytun biri i Meriemës Isa alayhi salam dëgjoj